Policia kufitare e Vlorës dhe roja bregdetare i vinë në ndihmë dy shtetasve të huaj që lundronin me një veliere e cila kishte pësuar defekt në motor dhe kishin mbetur në det të hapur gjatë ditës së sotme. Drejtoria vendore e kufirit dhe emigracionit të Vlorës ka marrë njoftimin se dy shtetas të huaj në bordin e një mjeti lundrues që ndodhej rreth 5 milje në det të hapur përballë Xhirit të Gramës kishin nevojë për ndihmë. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, janë organizuar shërbimet e policisë kufitare ku mjeti lundrues i stacionit të policisë kufitare Dërmi është nisur drejt koordinatave të dhëna për të bërë të mundur lokalizimin dhe ndihmën ndaj dy shtetasve, të cilët rrezikoheshin edhe për shkak të dallgëve. Njëkohësisht, patrulla kufitare toksore ka mbajtur në vëzhgim të vazhdueshëm velieren, pavarësisht kushteve të vështira, pas disa orësh ndërhyrjeje dhe në koordinim e bashkëpunim me ekuipazhin e rojës bregdetare, u bë e mundur shoqërimi i velieres dhe drejtimi i saj i sigurt në gjirin e Porto Palermos. Dy shtetasit e huaj ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare vijon të jetë në shërbim të qytetarëve dhe turistëve, duke garantuar sigurinë në hapësirat detare dhe ndihmën e menjëhershme në çdo situatë emergjente.